Nga Doha, në një deklaratë që ka ngjallur reagime të shumta, presidenti amerikan Donald Trump riktheu në qendër të vëmendjes idenë që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin e Gazës. Nëse është e nevojshme, do të isha krenar që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin dhe ta kthejnë Gazën në një zonë lirie. Le të ndodhin disa gjëra të mira, t'i vendosin njerëzit në shtëpi ku mund të jenë të sigurt, u shpreh Trump. Kjo nuk është hera e parë që ai sugjeron ndërhyrje direkte në rripin e Gazës, por përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar një fund të konfliktit midis Izraelit dhe Hamasit deri më tani nuk kanë dhënë rezultate të prekshme. Ndërkohë, situata në terren vijon të jetë dramatike. Sulmet izraelite mbi qytetet Jabalia dhe Khan Yunis sollën të paktën 60 viktima, mes të cilëve 12 ishin fëmijë. Këto zhvillime ndodhen vetëm një ditë pasi Hamasi liroi një peng izraelito-amerikan në bazë të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, një veprim që nuk solli megjithatë ndonjë përmirësim të situatës humanitare. Nga Tel Avivi, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se nuk ka shanse që Izraeli të ndalojë luftën në Gaza, duke refuzuar çdo skenar armëpushimi në këtë fazë të konfliktit. Lufta do të vazhdojë derisa të arrihen objektivat tona, theksoi ai. Zërat për një ndërhyrje të mundshme ndërkombëtare ose krijimin e një zone të mbrojtur siç propozon Trump janë ende në fazën e deklaratave politike, ndërsa realiteti në Gaza mbetet një nga më të rëndët në botë.